Për herë të parë, Shqipëria ka nisur inventarizimin e plotë të shpendëve ujor me një grup pune të përbërë nga 25 ekspert mjedisor shqiptar dhe të huaj. Pas Kunevajin të Lezhës në Parkun Kombëtar të Divjakës, ekspertët kanë punuar për regjistrimin e gjithë shpendëve ujor dimëror. Kjo është në lidhje me gjithë censusin që bëhet në Europë dhe në shtetet të tjera njëkohësisht me ne bëhet edhe numrimi në këto shtete. Arsyeja është teknike, nga që shpendët janë në lëvizje, prandaj bëhet në një kohë sa më të shkurtër me shumë grupe, bëhet edhe numrimi i shpendëve. Është hera e parë që bëhet në Shqipëri, margji i gabimit do jetë më i vogël. Ne do të bëjmë sintezën e të dhënave, të cilat do të shpërndahen, do të jenë publike. Gjithë njohin çfarë shpendësh kanë në Shqipëri, cilat janë zonat më të rëndësishme dhe të kuptojnë se sa e rëndësishme është mbrojtja e kësaj larmie për gjithë ne shqiptarët, jo vetëm për specialistët, por për gjithë shqiptarët. Pjesë e projektit studiuesi i shpendëve Oliver Avramoski tregon rëndësinë e inventarizimit, e cila është kryer paralelisht në mbar Europën, teksa shpreh merakun që shpendët e rrallë si pelikani kaçurel të mbrohet me fanatizëm nga autoritetet shqiptare. Kjo specie e rrallë ka filluar të shtoj vezët e para në Karavasta, ku është i vetmi vend i posaçëm në Shqipëri ku folenizon ky lloj pelikani. Po ndihmojmë kolegët tanë shqiptar që punojnë në zonat e mbrojtura dhe më gjerë, po i ndihmojmë duke i dhënë asistencën dhe eksperiencën tonë për të bërë inventarizimin që ata ta shtrinë më pas në mbar vendin. Pse është e rëndësishme që këta njerëz ta bëjnë këtë? Shumë shpendë që vinë këtu në periudhën e dimrit kanë rëndësi në nivel europian. Nëse shpendët janë të mbrojtur në Gjermani në pranverë dhe më pas vinë këtu, atëherë edhe në këtë vend duhet të mbrohen me fanatizëm. Ndodhemi në lagunën e Karavastas në Divjak, pas krave të mi, ndodhet ishulli i pelikanit. Pelikani kaçurel është një ndër speciet më të rralla të shpendëve në botë, ndërsa në këtë lagunë ai jeton që prej një shekulli. Krahasim me vitin 2013, ne kemi dyfishim të shpendëve vitin e kaluar. Këtë vit kemi akoma më tepër, kurse për pelikanin unë do thoja në 2013-ën. Në 2014 kemi patur 37 çifte riprodhues që kanë dhënë 21 zogj, vitin pasardhës pasaj kemi patur 46 çifte riprodhues që kanë dhënë 48 zogj. Kemi një rritje të koeficientit të qeljes së zogjve, gati dyfishin e një viti më parë. Parku Kombëtar i Divjakës është një mjedis mbretësëlënës për të vizituar gjatë gjithë stinëve dhe veçanërisht në dimër, ku vizitorët e interesuar mund të shikojnë shpendët ujor dimëror dhe botën shumë të pasur bimore, por numri i vizitorëve shqiptar vijon të jetë në shifra modeste. Në lagunën e Karavastas trehohen gjatë gjithë vitit mbi 245 specie shpendësh, për cili do vizitor të stinës së dimrit mbretësëlënës është vrojtimi i mbretit të lagunës, pelikanit kaçurel, por edhe i shpendëve shtektar dhe dimërues, i rosave dimëruese, baltakëve të vegjël. Gjithashtu një panoram të rrallë dhurojnë 6 llojet e rosave, përfshikët rosën e egër, flamingot, lejlekët, lauresha, shqiponja e detit, qafka e madhe e bardh, pulbardha, karabullak, zhytësat e të tjerë. Kryesisht janë të huajt më të interesuar për të vizituar lagunën e Karavastas. Tashmë birdwatching ose turizmi i të apasionuarve të shpendëve është lloji i turizmit sot në botë që tërheq miliona turistë. Në muajin prill, grupet e para të turistëve të huaj pritet që të mbrinë në Shqipëri për të vëzhguar nga afër specie të rralla të shpendëve në lagunat shqiptare. Profesori i shkencave të natyrës Taulant Binu e vlerëson Parkun Kombëtar të Divjakës, një segment shumë interesant në tregun e turizmit shqiptar për vëzhgimin e shpendëve. Ai birdwatching, që zhvillohet në botë nga miliona njerëz e që sjell me miliona të ardhura, është shumë më tepër se sa mund të sjellë gjuetia për një grup njerëzish. Grupet e para madje priten në prill në Shqipëri të vinë të turistët huaj me qëllimin e vetëm për birdwatching, jo pra me turizëm tjetër natyror apo kulturor dhe aq se po shkojmë në Parkun Kombëtar të Divjakës, do vinë vetëm për birdwatching. Janë grupet e para, janë në Nart, në Karavasta, në Valbon dhe në rajonin e Shkodrës. Ky është një turizëm që në botë funksionon më së miri. Projekti financuar nga Bashkimi Evropian i emëruar Natura 2000 mbështet Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe strukturat e saj rajonale, që janë përfshirë në nismën e rëndësishme të regjistrimit të shpendëve ujor dhe më pas të gjithë shpendëve në vend. Kjo është iniciativa e parë e cila do të finalizohet me ngritjen e një rrjeti të plotë dhonash për të gjithë shpendët në hapësirën shqiptare.